edhe po piskas, komandant na kanë rretheku shkijet mëra pa shpine. Në atë moment Veseli bërtet, thot nesja kongës Adem Jashari se gjitha shkit kena me nëzën gjallë, asë njës kena me lëshu. Qatë luftim, plumi por më kop dorën e majtë, në rrëdhë se po më vjen keq edhe pej nanave dëshmorve, fëmijëve dëshmorve, fëmijë që janë me jetima, ti tregoj, po këta janë dëshmi gjalla, do t'ja tregoj plagën, se këta janë plagë me krenari që jetoj për çdo ditë. Ja, këtu ku e keni, plumi ku i, këtu është dom dikon 15 cm, kam pas dorën e këputur, po ashtu kam pas plumin tjetër të barkut. Ja, këta janë dëshmi gjalla, mrapa shpine këtu në rrasë se fokusohet kamera, një më komandant në rrasë se ka mundësi, ja këtu dëmdumi, më ka dëmtu edhe zort. Këthe në pak në qështu. I që dorë. Ja këtu dëmdum plumi pej para mas më ka dalë, kurse plumi tret e kam këtu në brill të kamën e majtë, edhe plumi 4 më ka ka prapë qëtu ma ka hjek një copë mishit. Edhe në ato momente, kër më ka ra plumi në dorë, pluma tjerë më ka ra, mbaj që jam shtri. Edhe drejtoj dorën për toke me një dorë, që ashtu liftoj kundra armiqve, Habib Rushiti, i Mergucati, vin edhe më kapin, njoni më kap për i jaknë në qafë, tjetëri më kap për rrypi, edhe kër më lëshojnë të bunkeri, shoh se që kam djegi. Kër e shti dorën, i shtina dorë zort mrena, se mi kish put edhe vlej këtë zhaku për borgut. Ku tekniki Ademi fshatit Gradic është në Gjermani, po vjen me ma dhonë dimën e parë. Edhe ja ka njës me më fashu më përbarke, ka me kra, ma lidhi krahin e barkun. Kur plagosët, edhe Habibi hin luftime, edhe i vjen aty, edhe ati mundohet Ademi mi o dhonë dimën e parë. Pas Habibit plagosët Roland Roma, atë jallë janë Sloveni. Po ashtu plagu edhe Demir Jakupi, një luftetar shumë i fort, i bjen plumi pej tokës si hinë qëtu në barkë. Edhe vjen tonë, e shë përballë, tham, ullni se armiqët forcat Serbi kem shumë ofër, se as 8-10 metre me thonë luftimet ka jenë zhvillu aty. E shti gishtin e nëzirë Rametli Demiri, se pas lufte në viti e kanë vra atë bashkë luftarin tonë, rrethonat e ti nuk i dim, mu më vjen keq se ka ndollë ashtu ai rast, se ka qenë një luftetar i 3 luftrave tona shlerimtare. Pas ative luftimeve, vjen në radiolidhje Thirin, Veseli dhe Bedri Manxholli, në përvërci me shok pej pikave poshtë, ku për herë parë do t'a përmens, se asnjëherë nuk u folë për ata. Është Bedri Krasni që ka hi i pari i fshatit të Miqin Suharekës, edhe kur ka ardhur me bashkë luftarët në përvërcime, për fatket se forcat serbe janë shpërndohë ma për mal, na bin 2 bashkë luftetar heroikisht, Afrim Gashi Hajvalis dhe Gjafer Lipoveci i Gjakovës. Edhe pse ma shumë, do shta nuk më takon mu me folë, pse për këtë pjesën atyne e Dim Bedria e Hasan Krasni që i Azem Suka është invalid i luftës, edhe shumë ranë ka qenë i plagos të bataljoni jonë, atyne ju takon me folë për ata. Edhe pasim ka orë Bedria, thot, për hajrë plagët, thash hajrë pash për Gjafa dhe Afrimi në kanë ro dëshmorë, tha lavdi, edhe ka bërtit Bedri Krasni që i tha, sa ma shpejt, këto të plagosmit, tha, do të mi hekë mërë pa vi. Pej aty të janë angazhu të gjithë bashkë luftetarëve, më kanë shu të poshë, po kur më kanë shu aty pej bunkerit, Veseli o konë krahin e djathë, e Rambo. Edhe del aty, edhe më ka për dorën e djathë, tha, o vlo, në rast se vdes, tha, hakun ta këna nëzirë 3 fishë. Tha, mëse qesin si qelë, veç i kom thonë, Vesela ka mundësi me mullë pak ma poshtë, edhe i kom shu këshu ftyrës në grusht. Ruse.
rusa, serba, se unë nuk e kam ditë atër se çka është, edhe më kanë qu për pjetë. Në ato momente, se unë në intervistën e parë, s'kam dosht për men, se ka arë se si me e luftu vetë vetën, për kjo një dëshmi e gjallë. Edhe në atë moment e kam qu dorën e këputur, edhe i kam thonë, fal i kovë gjako im kësaj toke. Edhe pej atyt, thash ju, bëhonit fort, se unë veç ndimën e parë dhe ta marrë edhe dhe të kthejem opet në front. Po me të realitetin, unë u nisa për botën tjetër. Se o konë shumë vështirë o konë, edhe ta spjegoj shumë vështirë, sepse shumë shok nuk i kemi mesin tonë. Pastaj filluam një 850 metre vija ajrore, më stalon pa përmen ku doktori i respektum zotri Afrim Sulemani me stafin e ti, më prit këte Mina Helsat e din bashkëlëftëorët ku kanë qenë Mina Helsat pozicionume dhe është një shpi për bollë vërrezave dëshmorëve në Koshare, po kur e morën vesht që i shkit kanë shumë humbje të modhe, pa ndërprej zjarri granatimeve, mujnë me dëshmu edhe shokët që i kanë qenë prezent duke më mbajtër mu. Ati ma jep dy aneksione më zgabëjt ashtë 1-2, se janë nisi edhe trupi me muftohë, shumë gjakderdhje pi tana undve. E ma në gjetë doktor Afrimi, ma në gjetë infuzionin, edhe me njerë i e purnin të hecni, qënje të Pizgaveri edhe një 150 metre mrapa, qashtu ata bashkëlëftëtarët beso Sadri, se kanë hi ma për ujë, nuk e kanë kërsej as vetë vetën, veç ma shpëtën jetën. Se ti nuk më nësh me i rëfi në zjarjet e luftës për 2 minuta ose 4 minuta. Historia është shumë e dhimbshme e këtij populli. Qesin Pizgaver, doktor Afrimi, do shta o keq me thonë, me lot në sy, për pjekjet, maksimum, Habibi ishte edhe me mua në Pizgaver, i thot, shikoj e nuhën doktor, sune thot jam malet, nuhën të pështem së është shumë aran. Po ati ka qëndru edhe një bashkëlëftar me na, se dhe tja përmendi emnin nuk ja hoku në askuj, është gjatë rrugës Avni Saiti i Mitrovicës, edhe pse nuk na ka dhënë hapësirë që të rrëfej unë e për atë tregoj, edhe pse rrëfimin e kam bo për jetën time, se po frigona më spëjhin në rhak në i luftetarit. Se më të vërtet, kena vujt shumë. Shumë kena vujt. Ka ndërku në mes të rrugës, ka qenë një rrugë e blokume pej ushtrisë shqiptare, ku doktor Afrimi thot shoferit zbrit Pizgaverit, thot se nuhun e kem shumë gjendje të randë plagos, duhet me qu sa më shpejt. Der shoferi e largon hip edhe vazhdojnë. Më rrim spitalin e Bajramcurit, deri aty isha më thej ka po të merë gjumi, mi lak ke boost ka pak, doktori, shumë respekt për atë njeri, du të mu qumë kom. Du të mu qumë kom, për vlerën, për kontributin që ka dhonë. Kanë vendosën salë të operacionit, e dini motër më ka pështel, me qepe se isha duke njërët. E për vetë të atë mërë gjumi, veç e pregaditi anestezionin, aty kisha zënë të hupi kontrolën edhe BM-nin ja këmë dhonë gabim. Kër e kam po vetëm, kishin operu në barkë, krojnë më këshin shtin gips, komën më këshin lidh me fosha, ku nesër mëngjes vjen helikopteri i shtetit shqiptar, merë edhe më dërgon me helikopter deri në spitalin e Nën Terezës, spitalin ushtarak Tiranës, ku kam qëndru aty për 10-11 ditë më zgaboj, se di vllazënit e mi
Nexhati Tahiri dhe Qazim Tahiri. I përshëndes më shumë. Falënderit. Bravo, falënderit. Ato vinë aty, e din caks, a thej tani 11 ditë tash mos t'gaboj. Pej aty Ministria e Shëndetësisë në atë kohë ka qenë zotëri Shaip Muja gjatë luftës, bashkëpunim me generalat e NATO-s, marrin pej spitalit ushtarak, më dërgojnë në spitalin e Italisë, bashkë me një bashkëluftëtar, drejton i Baklovës, ka qenë edhe në rast Kosharës i Plakos, bashkarisht na kanë dërguar atje. Ku i nënshtrona edhe 8 operacione tjera, kirurgjike, ortopedike. Jam shumë mirënjohës për sjelljen e gjitha stafit mjekësor italian për kontributin ndaj ushtarëve të Plagos Artillerisë që kanë dhënë ata mjek. Bravo, Duarte Vidje, shumë e mirë. Unë pas ative shumë vujtjeve, zotëri Sadri, mbas 10 muajsh, po vjen forca edhe për herë të parë, qona pi krevetit, vendosa të qohëm edhe të hipin karrocë. Me siguri të është i kini ato dëshmi. Po. Hipin karrocë edhe ju tham ative shokve, luftetar, a ka mundësi të më qitni të shot dritën pak? Se jam shumë i lodhur. Besa, jam kontu qarru, mëse kësha që i dorën e djellë të mbylli sytë. Dita ditës, isha duke marrë vetëm, erdhë momenti bona pak ma mirë, unë e pak thej, pa e gjoj lirin, po nuk i kam shok dhe shmesin të. Erdha në Kosovë, më pritën shumë familjarë për i spitalit në aeroportin, tash Adem Jashari në Prishtinë. Më pritën, më përqafuan me gzim, po mu më brengoste, aje e ka lumja, su më përkthejna, po shumë shok me tëm. Edhe sot, desha ta lidhi matë, edhe sot, me thonë dikush, liria s'ka emën, liria ka emën se këta 3 shkronja jënë tarta, jënë la me gjak. E vërti. Do të me pas, çdo luftetari vërtet do të me pas kujdes çka flet. 2000 ishën, zotëri Sadri, unë jam martu, shoqen e kam nga komuna e Lipjanit, Zoti mi ka kriju 2 fëmijë, 2 djem i kam, inshallah Zoti rumë, gjithë ata që s'kanë Zoti i gëzon. Amen, bravo. Kjo është e jeta ime e vujtjeve, edhe dikush me na fol keq për luftën është e papranueshme. Kam dëgju në se s'po du më të bëtishtu vujtjet, se na emocionove gjithë, kam dëgju që edhe bashkëshortën. Bashkëshortën gati që 6 vite e kam me kancer. Unë me ty jena pas edhe ti nonën të ndjes, o ti inshallah e ka çuar në xhenet, kam po në onkologji, ku e falenderoj edhe doktorin nëse mirë për të hapësirë. Po, pa problem, Elir Kurtishin. Elir Kurtishin që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm, edhe ende është për kujdesjen e shoqës, po këta janë sfidat nga ana e Zotit.